një parti opozitare e ka një shpjegim të mirë për Kosovën, që sheshe Kosovën, që sheshe rishpërndajën e paras, që sheshe organizimin shoqëror, është maj shëndetshëm se sa i Kurtit. Kur flitet për jepjen e opozita i thot lëmoshav, ndihmave për njerëz. Ata thojnë, na kemi me dhonë edhe ma shumë ku fushate. Kush nuk e bën shpjegimin që shteti mirëqenjes sociale, bën rishpërndarje të paras, bën sistem ku ti e din me llogaritë dhe me planifiku parën tone për me bo jetën më të mirë. Shteti mirëqenjes sociale nuk është apo bën Kurti. Kjo është një sistem që po t'i japi do pare, unë nina ma mirë kur si kom që ato pare. Po kur farë sigurie për jetë, mu nuk e mjapin pare që japin ku fushatav ose një herë vit. Duhet më shpjegu që po për mirë që ka bon Kurti, mirë që ka i shkep do pare. Mirë, e bon edhe fuqiqin Sërbi në kohë zgjedhjev gjithmonë. Po hajte ta bojmë një shtet mirëqenjes sociale, kur sikur i pasuri, sikur i varfri e marrin shkollimin e njëjtë. Kur sikur i pasuri, sikur i varfri e marrin shërbimin shëndetësor të njëjtë. Që to për mu janë shteti majtë edhe social-demokrat, nuk ka të bëj Kurti me shtet social-demokrat. Prandaj, diskursi edhe i opozitës parlamentare edhe i pushtetit nuk ju përshtatet në vijen që e keni programore.